Faleminderit. Zoti kryetar, 3 herë më keni mohuar të drejtën e replikës në këtë seancë. 3 herë. Tani nëse ju mendoni se përmes arrogancës buron legitimiteti juaj, më vjen keq për këtë gjë. Atë shikoni sa qeçera keni bërë. Vetë flisni, vetë votoni, edhe vetë duar trokisni njëri tjetrin. Parlamenti është për opozitën, të paktën e japni të drejtën e fjalës kur e kërkojmë këtë. Siç e kërkon ajo rregullorja, që ju e përdorni si kamzhik për të përjashtuar me muaj të tërë deputetët e opozitës. Së dyti, zoti Balla, akuzat tuaj ndaj kryetarit Partisë Mundësia, po dhe shumë rjoshëve të tjerë të Partisë Socialiste goxha të dhunshëm këtu, në fakt janë kthyer në një agronofobi. Dhe agronofobia është frika nga e vërteta e agron shehajt. Ju keni çdo instrument në dorë, çdo kontroll në dorë. Del ministri i financave aty e shantazhon me kompanit e veta. I keni bërë çdo shantazh, i keni mbyll biznese, të hapur edhe nga bota e nënveshme. Nuk do na mbylli dot gojen, zoti Balla. Nuk do na mbylli dot gojen. Por sigurisht, ju nuk jeni mësuar me një model biznesmeni që krijon me 10 mijëra vende pune dhe ka sjell 100 miliona euro në ekonomi shqiptare. Ju jeni mësuar me modele çantash, siç doli ai përgjimi i famshëm. Jam taulanti, dua 100.000 euro. Dhe ja çoi çantën biznesmeni duke menduar se ishte taulant Balla. Dhe në fakt, vesi vazhdoni me bixhos në mes të Evropës, dhe në fakt nuk do bëni më bixhos. Përfundoni. Zoti Balla. Jo, po thoj Maler, 10 sekonda, po thoja këtë, vazhdo me bixhozin në mes të Evropës, dhe shqiptarët kanë dalë në shesh taulant, nuk do të lejojnë më të bësh bixhos ti, gjithë maxhoranca dhe Edi Rama me jetën e shqiptarëve. Zoti Balla. Të falë Agones. O Gone, i vetmi deputet që ka ardhur me asistent me vete pako kur është zgjedhur, e me qenë se apo çik ti fotograf, se du ta shoh çik të. Me qenë se tani jemi ball për ball. Edhe për replik 2 minuta me qenë përmendi emrin kryetar para se të kaloj ke fjala. Ta shpjegoj unë gjithë. Se ka të arrestuar për atë çështje dhe shko t'i pyesësh. Kur ishim numëronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që t'i kërkoja numëruesve tan, i kam mesazhet këtu, në? I kam mesazhet këtu. Këtu. Hajde du të lexojnë të gjitha mesazhet tani. Më fusje miq që t'i thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vidhte PD-ja. Është kështu apo jo? Betohu këtu. Betohu thash. Betohu. Turp kesh. Vetëm burr s'mund bëhesh ti. Ti kaq vetëm. Dhe ky është dallimi më i madh, meqense se po flasim për KQZ-n, mes numëruesve që vendos Partia Socialiste dhe atyre që vendos partia jote, se nga Partia Demokratike vjen ti. Ti dhe këta miqtë tu nuk kishit besim tek numëruesit e Partisë Demokratike dhe erdhe kërkove tek unë me mesazh, të lutem, më mbro votat se numëruesit e Partisë Demokratike po më vjedhin votat. Mos qesh, s'është e vërtetë. Dëgjoj, ta kisha thënë kisha 1 vit, ta kisha thënë mos su kruaj me mua. Të lutem shumë, mos hash. Dhe votat ti mbrojtën numëruesit e Partisë Socialiste, nuk ti vodhën numëruesit e Partisë Demokratike. Edhe ti erdhe deputet në këtë sallë. Fal numëruesve të Partisë Socialiste, edhe pse unë bëj pjesë në ata që mendoj që koha kur partitë numërojnë votat
ka përfunduar një herë për gjithmonë. E besoj këtu të paktën në këtë jam në të njëjtën valë me protestues të vërtet që erdhen me propozime edhe për ndryshime në kodin zgjedhor, sepse është staliniste që pas 36 vitesh demokraci, partit vazhdojnë numrojnë ende votat. Partit administrojnë procesin zgjedhor. Po t'isha prej tejet, kisha 2 pare mend në kokë, kur mora fjalën, do flisja për këtë. Jo të mbroja kryetarin e partisë, i cili ka gjithë mundësinë të mbrohet vetë. Unë thash, më bën shumë përshtypje që një shtëpi 151 metra katror shitet për 15 milion euro. Edhe shtëpia e Madonës, jo e Gonës, po e Madonës, 151 metra nuk do bënte 15 milion euro, pavarësisht famës së madhe që ka marrë Gonja, dhe dilte dhe atje merta edhe i thoshte Kanye Westit, dëgjoj, unë jam lideri i një partie, po turpske, po thojmë Gonës e len namt. Sa për protestën. Unë ua kam thënë që në fillim. Pavarësisht se protesta kishte simbol, pavarësisht se simboli i protestës ishte flamingo, por do ta konsideroj protesta edhe me një kal bukur, të bardhë. Dhe te ky kal i bardhë ti, Gonja, ky tjetri, Qorri, Llapi, edhe Saliu, jeni si ajo miza ke fundi nga bishti çikmajtas në fund kalit. Dakor? Kështu jeni ju, miza ke fund shpina e bishtit të asidonit të qunit kalit. Dhe unë respektoj kalin, por nuk kam si të respektoj mizën, ke ajo e kalit. Dhe prandaj po ja them 100 herë, që gjithë përpjekja juaj, gjithë të ditë, për të ardhur këtu, për të shitur si përfaqësues të protestës, nuk ju njohim më, nuk ju pranojmë ju si përfaqësues protestë. S'dumër vlla, fare, nuk të njoh fare, s'të njoh fare kush je, as ty as atjetrin. Unë s'po njoh Saliun, tani sa i përket momentit historik ku ndodhemi. Se gjithë kjo zhurma, sa herë që Shqipëria ndodhet një moment historik, për mua kjo është gjë e parë. Në vitin 2018-2019, Shqipëria hidh të hapa historik drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo histori që sulmohet parlamenti, rrethohet parlamenti e tjerë më radhë, është agjendë që dihet. Nuk është hera e parë. Por, dita nesërme është realisht një moment i shumë pritur. Për mua, prej shumë vitesh në këtë sallë, të shoh që të mbahet konferenca 9 ndërqeveritare dhe të fillojë mbylljen e kapitujve është një realizim historik. Dhe ajo që besoj që kuptohet nga gjithë është me këtë ritëm negociatash, ne i qëndrojmë angazhimit dhe ambicjes tonë për të mbyllur negociatat brenda Krishtlindjeve të vitit të ardhshëm dhe për të shkuar drejt ratifikimeve qoftë në parlamentet, mund ketë dhe vende që të kërkojnë referendum. Do doja shumë që Shqipëria dhe Malizi si 2 vendet pararencen këtë proces të mos kalonin përmes referendumeve, sadokohë që të gjithë e dim që në vendet e tjera që kanë kaluar përmes këtij procesi nuk është kërkuar referendum, por ai do të jetë edhe një moment testi për ne në kuptimin e gjithë lobingut që duhet bëjmë bashkë me Malezi apo me vende të tjera, se mund të kemi edhe Islandën në paketën e re të zgjerimit, apo dhe vende të tjera, për të shkuar përpara. Ndërkohë me qenë se në mënyrë abuzive, si Gone që je, ti dhe kushdo tjetër, përmendët konferencën, takimin e Komitetit Parlamentar Stabilizim Asociimit, u po e them që unë nuk di që ka herezi që privatisht disa shok, kolegë, tulen me njëri tjetrin në një bar pranë një hoteli ku i ka çuar parlamenti, të shohin një ndeshje futbolli, të konsumojnë 250 ml birë,
apo padyshim në orën 10 të natës edhe të kalojnë kohën. Nuk është, duhet jesh maskara, që të quash një lojë me letra mes miqve, bigjos. Mirë, dakord. Po mund vetëm një maskara, mund ta quaj sepse unë kam edhe fotot ti duke luajtur me letra, nuk e nxjerr këtu, jo, padyshim. Po, e di, patjetër. Patjetër. Siç mohove, do të ta siç mohove, lutem. Zoti kryetar është një zhurmus në sallë, ju lutem, ndërhyrja juaj institucionale për zhurmusin iranian. Tani ta mbaroj. Dhe kaq. Ndërkohë që unë personalisht kam një qëndrim që kam mbajtur historikisht. Kur kam parë protestues shkojnë ke selia e Partisë Demokratike, kam reaguar këtu dhe kam thënë është e turpshme që protestuesit shkojnë në selinë e një partie. Nuk ka rëndësi kush është partia. Mund të jetë Partia Demokratike, mund të jetë Partia Socialiste, mund të jetë çdo parti tjetër. Është e turpshme që të sulmohet një deputet, disa deputet, shumë deputet, një parti, në jetën e tyre private. Edhe pse të gjithë që kjo është një vepër penale, dhe u them gjithë atyre që e çojnë ndërmend këtë, mos e kryeni dhe mos u përdorni ta bëni këtë vepër penale. Sa i përket kjo historia e vezëve etj, unë edhe këtë e kam film të parë. Në vitin 2019, këto vezët mi çoje ti dhe Luli kur ti ishe bashkë me Gonën ke partia e Lulit. E keni tentuar këtë, keni ardhur poshtë shtëpisë time, ti bashkë me vezët, bashkë me Gonën, bashkë me Lulin, po, patjetër. Por duhet kuptoni që rastin fjalë, për shembull, që përmendën në Strasburg, unë jam ndjer, të them drejtën, shumë i dëshpëruar të shihja se si një grua keq përdore deri në atë niveli, me persona të ndryshëm, njëru shfaq me një tjetër, pastaj një tjetër, pastaj tha ky është djali e tjerë më radh, ndërkohë që këto janë shpërdorime. Ndërkohë në politik, betejë bëhet me fjalë, betejë bëhet me debat, betejë bëhet institucionalisht, betejë bëhet dhe juridikisht nëse ke diçka shkon provuri. Edhe në rastin fjalë. Përfundoni, lutem. Mendon ti që unë gënjeva që Gonja ka shitur një shtëpi 151 metra katror për 15 milion. Shko anko për defamation, për shpifje. Ndërkohë që ti duhet ma dish gjithë jetën për nder që Partia Socialiste, me qenë se jemi ke KQZ-ja, të mbrojti votat, nuk t'i vodhi PD-ja dhe je deputet. Ta gëzosh mandatin. Faleminderit, fjala për zotin Redi Muçi, 2 minuta. Dua dhe unë fjallën për replikë, kryetar. Më ka përmend 20... Okej, 4 minuta. Faleminderit, zoti kryetar. Atëherë, sa i përket... Qetësi, zoti Kapri, dëgjojmë kolegën. Sa i përket çështjes së protestës, çështjes së vezës, ju keni guximin këtu ta përmendni, edhe pse vazhdoni të merreni një nga një me protestuesit, vazhdoni të hidhni balcë, jeni të paaftë për të dhënë një përgjigje politike. Dua të them këtë gjë, sa i përket vezëve, unë në këtë sallë, ndoshta edhe kolegët e opozitës, e kemi privilegjin për ta thënë fjalën në sytë tuaj në këtë kuvend, por shumë kusht tjetër aty, i injoruar për dekada të tëra nga ju, nuk e ka këtë privilegj. Dhe prandaj mlefin e vet e nxjerr me format e veta. Ato vezë, zonja Spahiu, nuk kanë ardhur nga partia jonë, kanë ardhur nga qytetarët e thjeshtë të këtij vendi, për cilët ju them për muaj të tërë që mbani përgjegjësi politike, bëni veprimin e dur politik dhe zgjidhni ti injoroni. Tani që erdhi veza, me sa duket, po ankoheni, por vezën e keni nga populli që proteston aty, nga to flamingot, vezë flamingosh janë, sa për djeni. Kur vjen puna pastaj tek qeveria juaj, e ka humbur të gjithë legitimitetin në këtë botë për të qenë në krye të shtetit shqiptar, se ju keni humbur votat e votuesve tuaj, ato vota
që i keni marrë disa me shantazhe, disa me presione, disa duke i blerë, disa sepse nuk ishte alternativ tjetër, ata votues tu, ish votues tuaj, sot janë aty në shesh dhe protestojnë. Janë nga ato flamingot. Ju keni humbur legitimitetin për qeverisur sepse ju keni humbur mbështetjen e ndërkombëtarëve. Janë eurodeputet të cilët i bashkojnë dita ditës protestës, sepse kanë kuptuar që këtu nuk është thjesht çështje flamingosh. Këtu kemi të bëjmë me pastrimin e parave të drogës me firmën e Diramës, në për rezorte dhe kulla, që i projektojnë sta arkitektët, që i futin eurot këtu të xhepit dhe s'duan t'ia dinë se kush i financon. Me këtë kemi të bëjmë. Keni humbur edhe mbështetjen e oligarkëve tuaj vulgar, ndaj të cilëve keni nxjerrë, keni turrur madje policinë e shtetit, duke përdosur uniformën e policisë së shtetit shqiptar, se nuk është policia e shtetit të rilindjes. Këta jeni ju. Pra unë s'do lodhem duke ju ftuar që t'i jepni dorëheqjen. Tani sa i përket çështjes së Komisionit të Qendror të Zgjedhjeve. Dua ta prek çik problemin e projektligjit që po shqyrtohet, që keni në dorë, pra atë të financimit partive politike. Një projektligj i cili është sulmuar nga të gjitha krahët, sidomos nga aktorët e shoqërisë civile, nga OSBE-ja, nga Komisioni i Venecias. Ja keni lënë mbikëqyrjen e financimit të partive politike vetë KQZ-s, e cila ko pas kohë ankohet se nuk ka staf mjaftueshëm për të bërë auditimet, nuk ka ekspert për ta ndërmarrë siç duhet procesin e mbikëqyrjes së financimit të partive tuaja. Do ja vetëm një shembull, nëse më lejon koha. Në vitin 2023 kur mbajtën zgjedhjet lokale, Partia Socialiste deklaroi në KQZ se kishte shpenzuar 1.2 milion euro. 1.2 milion euro që me shumë gjasa janë 10 fishi i kësaj. Vetëm partia, jo kandidatët personalisht, vetëm partia 1.2 milion euro, po e theksoi 10 fishi i kësaj, megjithatë, e zëm se janë kaq 1.2 milion euro. Dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i vendosi gjob Partisë Socialiste plot 30.000 euro. 1.2 milion euro të deklaruara se janë shpenzuar dhe mori gjob 30.000 euro për çfarë? Po e citoj, për refuzimin për të bërë transparent burimet e financimit të partisë politike apo për të lejuar ushtrimin e kontrollit nga ana e ekspertit kontabël të licencuar nga KQZ-ja. 40 herë më shumë ishte shpenzimi i deklaruar se sa gjoba që morët ju. Prandaj, merrni në konsiderat atë që thotë shoqëria civile dhe protestuesit, që është një ndër kërkesat e protestuesit. Përfundoni ju lutem. Është një ndër kërkesat themelore të protestuesve që duhet hartuar një ligj i mirëfillt për financimin e partive, mos ja lini barrën KQZ-s, futni në lojë kontrollin lart të shtetit, futni në lojë institucione të tjera ligj zbatuese, në mënyrë që kemi për një mend kontroll të financimit të partisë që financohet nga oligarkët të shtetit. Faleminderit. Faleminderit. Këtu mbyllen diskutimet për të çështje. Vejojmë me pikën tjetër të rendit ditës. Pika e 4, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë të inspektorit përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2025 në bazë të nerit 103, pika 3.1 e rregullores. Projekt rezoluta do të prezantohet nga relatori. Mirë, vijojnë diskutimet në parlament dhe do të shkojmë reklama, kthehemi pas pak.